Përshëndetje edhe për juve, Dibranci, që the edhe te tashmë do të realizojmë edhe intervistën me koordinatorën nacionale për zgjedhje, që është në nivel të kryeprokurorit të shtetit, zonin Laura Pula, e cila do na tregojë më shumë rreth asaj se çfarë e ka karakterizuar deri më tash këtë proces zgjedhor dhe nëse gjithçka ka shkuar në rregull dhe për punën e prokurorëve të cilë kanë qenë të angazhuar dhe vazhdojnë të jenë të angazhuar deri në përfundim të këtij procesi. Zonja Pula, faleminderit shumë, po takohemi sërish. Si ka shkuar deri më tash procesi zgjedhor, jemi shumë afër orëve të fundit, a ka pasur ndonjë incident që është shënuar deri më tash? Po, deri më tani kemi disa incidente të vogla të cilat janë shënuar dhe evidentuar për Prokurisë Themelore të Republikës së Kosovës. Janë kryesisht disa asgjasime të fletvotimeve nga ana personave të caktuar të cilët më tani janë të ndaluar në yje dhe në mbajtje. Dhe njëkohësisht kemi edhe do incidente të vogla të cilat kanë qenë të raportuara, mirë po pas verifikimit nga ana hetuesve dhe prokurorit nuk kanë rezultuar se ka elemente të ndonjë vepre penale për të cilët duhet të vazhdohet më të tje hetimi. E kemi pa që ka pasur, e përmendët dhe ju, disa raste të shqyrjes fletvotimeve, gjë që nuk e kemi pa ndoshta në herët e kaluara, është vepër penale, sa mund të dënohen personat e tillë në rast se bëjnë diçka të tillë. Po, asgjasimi i dokumentave të votimit është vepër penale, është në kuadër të veprave penale kundër drejtësisë së votimit dhe është vepër penale që dënohet prej 1 deri në 3 vite, jo vetëm kush e shkyn, kush e damton, kush e largon dhe kush e asgjason komplet një flet votim, do të ballafaqohet me forcën e ligjit. Unë mund t'i kuptoj disa qytetarë të cilët jo domosdoshmërisht kanë ndonjë arsye të posaçme ta shkryjnë një flet votim, po paraprakisht edhe këto orë të vona sa kanë mbetur votuesit të kenë kujdes mos të veprojnë kësaj, nga se mund të ballafaqohen pastaj edhe me përgjegjësi penale, se nuk mund të themi që ka përgjegjësi tjera për pos përgjegjësisë penale. Nga se për çdo pakënaqësi që mund ta kenë për momentin, mund të raportojnë tek menaxheri apo të institucione tjera për evitimin dhe mos ballafaqimin e tyre me procedura penale. Që atyre zgjedhjeve kemi pa që janë rreth 100 prokurorë të angazhuar, është një numër më i lartë se sa që kemi pa herave të kaluara, pse ka ndodhur ndoshta kjo? Jo, në realitet gjithmonë sillet këtu numri prokurorëve, është 100, është ka më tepër se 100 së bashku me staf përcjellës administrativ. Po zakonisht jemi këtë 80-90 varsisht, nuk ka qenë ndonjë arsye posaçme pse është rrit numri prokurorëve, mirë po kemi prokurorë që kujdestarojnë edhe paradite dhe pasdite, prandaj edhe kur të llogarisim në 7 Prokurisë Themelore dhe në zyrën e kryeprokurorit të shtetit dhe pastaj orari prej 7 deri në 9 natës është bukur i gjatë dhe është e pamundur që një prokuror ta mbarvan tërë procesin zgjedhor. Kjo zakonisht është bërë me iniciativen e vet prokurorëve dhe punën e tyre të palosme që e bojnë jo vetëm këtë herë, po çdo herë në çdo zgjedhje që dalin edhe kontribuojnë për mbarvajtjen e këtij procesi me moton e posaçme mbrojtja votës së lirë të qytetarëve. Në zgjedhjet e kaluara në dhjetor pas përfundimit të procesit pam një numër goxha të madh të personave të cilët u arrestuan. Ka bërë kjo që themi prokuroria të rrisë vëmendjen më shumë dhe të ketë ndoshta më shumë vëmendje sa i përket këtyre rasteve, qoftë edhe kur të mbyllen qendrat e votimit. Nuk kisha thonë që duhet me pas ma tepër vëmendje prokuria, po unë kisha kërkuar nga qytetarët që të vëjdisohen më tepër vetë dhe mos të binë prej premtimeve të ndryshme që ta manipulojnë votën gjatë numërimit të votave, se kjo ka ndodhur pasi gjatë numërimit të votave, se ditën e zgjedhjeve nuk kemi pas pothuajse 3-4 raste krejt kallëzime penale për cenim të fshësisë së votimit apo çfarë do vepre tjetër. Pastaj gjatë numërimit të votave ndodhi ajo që ndodhi në zgjedhjet e kaluara që pothuajse shumë komisioner tani janë në procedurë penale. Nuk kemi arritur të përfundojmë hetimet nga se është afati shumë i shkurt, mujor prej shkurtit deri më tani, po
besoj që do të ballafaqohen me kallëzime penale dhe pastaj se si do të dënohen është çështje e gjykatave, nuk është çështje e prokurorit. Krahasuar me viteve të kaluara dhe zgjedhjet e kaluara, numri i incidenteve është i njëjtë dhe natyra e veprës është e njëjtë, apo ka pasur në të kaluarën më shumë raste këto personave që ndoshta edhe janë ndaluar por edhe kanë mundur të kryejnë vepra penale? Nëse flasim ndër vite, që nga viti 2013 e tutje deri me sot, ka numër drastik të dëramjes së rasteve kundër drejtës së votimit dhe incidenteve të ndryshme. Nëse mund të bëjmë një krahasim me vitin 2010, ku i kemi pas diku 1500 persona të akuzuar për vepra penale kundër drejtës së votimit, tani të përfundojmë vitin e kaluar apo zgjedhjet e kaluara me 5 raste, është një sukses. Kjo unë dua të falenderoj të gjithë institucionet relevante me të cilat kemi bashkëpunim të ndërsjell, duke filluar nga Policia e Kosovës, Këshilli Gjyqësor i Kosovës, pastaj edhe KQZ-ja, dhe duke i falenderuar edhe qytetarët edhe sovranin i cili pothuajse viteve të fundit është vetëdijsu dhe nuk bjen prej e interesave të tjera pavarësisht çfarë janë ato. Faleminderit shumë për kohën, zonja Pula. Faleminderit nga ana juaj. Pra, Dibran po e kthej linjën të kjo ishte intervista me koordinatorën nacionale të zgjedhjeve dhe na tregoi për rastet apo incidentet të cilat janë shënuar deri në këto orë që nga orët e mëngjesit kur edhe janë hapur qendrat e votimit. Faleminderit shumë, Dori, për linjën e drejtë për drejtë.